Ju ngjatë jeta, uroj të jeni mirë. Miqtë të dashur, takohemi sonte në këtë në këtë natë të parafundit të vitit, me mikun tim, doktor Dritan Demira, i cili na bashkohet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga Michigani për të folur për zhvillimet më të mëdha të cilat kanë ndodhur, kanë pushtuar këtë vit, por që kanë ndodhur gjithashtu në fundin e këtij viti dhe çfarë pritet të na shoqërojë në fillimin e vitit të ardhshëm. Ka zhvillime të mëdha, ka ngjarje të mëdha, ka dinamika të jashtëzakonshme, të cilat është e nevojshme t'i kuptojmë bashkarisht në këto minuta në të cilat po zihen bota zyrtarisht. Nga Ukraina në lindjen e mesme, nga Afrika në Yemen, nga lindja e largët nga Azia qendrore në Europë, në Ballkan, mesdheun lindor, në Izrael, Turqi, Greqi, Europa lindore, Ballkani, po zihen Europa gjithashtu. Lajmet mëdha nga Florida, atje ku ka shkuar presidenti Zelenski dhe ka patur një takim me presidentin amerikan Donald Trump. Zhvillime të mëdha në Ballkan, zhvillime të mëdha në Europë, në nivel NATO dhe në nivel Zelenski. Unë mbrëm ju tregova për deklaratën e rrezikshme dhe të fuqishme të ish ministrit e jashtëm polak, i cili tha Putini na mundi, çfarë nuk kuptonte ai, çfarë po luhet sot në terren, si janë negociatat, çfarë po ndodh në Ballkan. Po këtu në Tiranë do të kemi sonte lajme të jashtëzakonshme, lajme të mëdha, zhvillime të mëdha dhe ngjarje dhe dekriptime shumë të rëndësishme. Dosja Agas, Shish, Aksh, Rama, qeveria, intervista e fundit të vitit. Kush është hajvani i Washingtonit, të cilin Rama e përmendi sot në deklaratën dhe në konferencën e tij për shtyp. Ai tha sot se në qoftë se një hajvan në Washington thot se në Shqipëri ka korrupsion të madh, kjo nuk do të thotë që është e vërtet. Unë do ta pyes kolonelin, i cili është cituar tashmë nga mediat amerikane, nga The Washington Times, i cili i referohet kolonelit Dritan Demira për atë që quhet narkoshteti në një artikull të gjatë. Ashtu si që kemi thënë, denoncimet vazhdojnë, puna vazhdojnë, në Tiranë, në diasporë, në shqiptarët e Amerikës që po punojnë çdo minutë për të dekriptuar të gjitha çfarë fshihet në kulisa dhe për demaskuar mafjen e regjimit që sundon Tiranën. Do të shkojmë 360 gradë t'i shohim të gjitha këto. Shpesh ankoheni se unë e bëj hyrjen gjatë. Nuk është e gjatë hyrja, sepse i ftuari im është një mik, është një oqean, prej të cilit ju a kam thënë duhet të përfitojmë, duhet të thithim sa më shumë dhe falenderoj atë në emrin tim dhe në emrin tuaj që në këtë ditë të parafundit të vitit gjeti kohë të na bashkohet. Mirë se erdhe kolonel. Mirë se u gjeta dhe më lejo Kreshnik që në emrin edhe tëndin, po edhe personal ti uroj suksese, marsi, gëzuar festat e fund vitit. Ju falenderojmë për mesazhet e ngrohta, për respektin dhe urojmë që viti 2026 ta gjejë Shqipërinë pa hajdutët e saj në krye të qeverisë. Të lumt goja kolonel, në fakt bëre atë që ma kishin kërkuar shumë prej miqve në komente dhe më kanë pushtuar WhatsAppin. Kreshnik, a ka mundësi të mbyllet viti pa na uruar koloneli? Ja, pra, urimi erdhi miq. Ju uron koloneli miku im dhe ju uroj dhe unë gëzuar 2026. Qoftë viti i shqiptarëve dhe i Shqipërisë, qoftë vit i begatisë, i mbarësisë për ju dhe familjet tuaja. Gëzuar festat, vetëm të mira, e gëzime, paçi, vëllezër dhe motra shqiptarë në sofrat tuaja, në familjet tuaja. Bashk do t'ja dalim, cillim dhe të projektojmë ditë më të mira për shqiptarët dhe shqiptarinë. Le të hyjmë direkt e në thela, sepse ka aq shumë zhvillime dhe nuk e di si do t'ja dalim në këtë minutazh që kemi, ti konsumojmë gjitha, por tentativa ja vlen. Kolonel, në takimet e zhvilluara gjatë ditëve të fundit ndërmjet presidentit Trump, miq, mos u largoni, kujdes. Tradita jon është do të fillojmë me Macron dhe do të kthehemi tek Qameti këtu në Shqipëri. Dosje të mëdha, përgjime të mëdha, Agasi, shefja e Shishit, Rama, qeveria, po do të vinë më pas sa po të kuptojmë pak lojën e madhe. Në Washington, kolonel, shkojmë si qendra e vendimarrjes, por në Florida ka qenë ky takim. Çfarë po ndodh dhe çfarë u arrit ndërmjet Zelenskit dhe
presidenti Donald Trump në Florida, çfarë u arrit lidhur në varësi, pra lidhur me pritshmëritë që cilat ishin pritshmëritë për këtij takimi dhe çfarë u arrit? A kanë lënë europianët apo a do ta lënë europianët dhe sekretari Rutte i NATO-s, a do të lejojnë ata që kjo marrëveshje me Zelenskin të marrë fund dhe të finalizohet me firmosje, apo jeni skeptik lidhur me këtë? Absolutisht që jo. Shpresoj të jem gabim, por nuk ka ndodhur asgjë më pak se sa ajo që ne kemi paralajmëruar në mënyrë në thojza profetike një javë më parë, me Tulsi Gabbard dhe General Flynn. Besoj që e keni freskët. Po. Sa po presidenti Trump ndërmerr hapa, intensifikon bisedat me anën ukrainase, me pjesën e Federatës Ruse, sa po u dakordsuar sipas vet Zelenskit 95% e 20 pikave, direkt në mbrëmjen pa u kthyer Zelenski goditet rezidenca qeveritare e presidentit Putin në Novgorod, që të thot hedhja në erë. Pra 100% e asaj që Tulsi Gabbard e deklaroi një javë më parë zyrtarisht në deklaratë publike. Sa po ne tha ndërmarrim, sa po gjendemi afër firmosjes, shërbimet inteligjente europiane tha në drejtimin, sigurisht që këtu është kryetari NATO-ja, ndërmarrin çdo veprim të mundshëm për ta dëmtuar këtë proces. Dhe pikërisht ky sulm me 91 dron kamikaz kundër rezidencës zyrtare të Putinit dhe tentativa për azhësimin e njërit nga drejtuesit e 3 superfuqive të botës, nuk besoj që i shërben arritjes paqes krishnik. Dakor. Në thelb ju e thatë, kolonel, që europianët nuk duan që ta lejojnë Zelenskin të shkojë. Pa kanë ata në fakt një plan tjetër rezervë. Dakor, do të luftojmë me Rusin. Dakor, do të arrëzojmë Rusin. Dakor, agresioni rus është i patolerueshëm ndaj Ukrainës. Cili është plani e europianëve që po hynë në këtë bigjoz? Mendoni që kanë një plan rezervë në mëngë që nuk duan ta tregojnë, apo janë duke rrahur ujë në halla kot, siç thot populli shqiptar? Sepse kjo punë do armatime, do trupa, do ushtar, do edhe luftë në front. Si e mendon këtë pikë? Absolutisht plani i tyre ka qenë që të fusin konflikt Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mënyrë që ta nxjerrin peshkun nga tenxherja me dorën e amerikanëve. Dhe në këtë këndvështrim kjo nuk i shërben interesit kombëtar të presidentit Trump, për shkak se përplasja midis dy superfuqive do eskalonte në një nivel të tillë që nuk do të bëj i pamenaxhueshëm. Kurse pa diskutim që plani i Bashkimit Evropian i këtyre warmongers është që edhe pse nuk kanë fuqi, ta vazhdojnë ta tërheqin këmbën zvarr të Ukrainës, pavarësisht se Ukraina vazhdon të përballet me një humje të pajustifikueshme të numrit të ushtarëve dhe të shkatërimeve të infrastrukturës. Dakor. Nga Florida të transferohemi në dhomën tjetër të vilës në Florida. Një koordinat tjetër e rëndësishme gjeopolitike që lëviz ujërat dhe lojën gjeopolitike në mesdheu lindor, në lindjen e mesme në Afrikë, është Izraeli, një takim ndërmjet Netanyahus dhe presidentit Trump, gjithashtu në Florida, kolonel. Çfarë pritet prej këtij takimi, në kohën kur kemi zhvillime dhe dinamika të jashtëzakonshme në lindjen e mesme? Unë kam shpjeguar pak përsiptas para 2 ditësh çështjen e Somalilandit, planin e Izraelit për të ndarë Sudanin, Somalin, jugun e Jemenin, që patëm në një konflikt tashmë mes Arabisë Saudite dhe Emirateve të Bashkuara Arabe, ndoshta në fillim të vitit tjetër mund të merremi me këtë, sepse nuk ja vlen të zgjerohemi. Irani, rrethimi i Turqisë, Izraeli, Çipro, Greqia, çfarë mund të shohim
çfarë mund na sjellësh instikti yt prej lexuesit të imët, kolonel, çfarë mund na servir nga aty larg, çfarë mund të jetë bërë në këtë takim Trump-Netanyahu, duke patur parasysh edhe faktin që me gjithë violinën që ecën në pentagramën e Washingtonit, violina e Izraelit ka miratim të madh. Shpesh Izraeli dhe Netanyahu e ka vënë në vështirësi Trumpin. Në këtë moment, çfarë po ndodh atje? Absolutisht e njëjta pattern që ndodhi 24 orë më parë me presidentin Zelenski. Kemi të bëjmë me vizitën e pestë të kryeministit Netanyahu, dhe në rast si analizojmë me kujdes të gjitha vizitat e kryeministit Netanyahu në Washington, vinë vetëm për një qëllim, për të siguruar mbështetjen diplomatike, financiare, ushtarake dhe pastaj politike për vazhdimin e agjendës tij. Unë besoj që kësaj radhe erdhi për dy qëllime kryesore, spari për të organizuar dhe për të bashkërënduar një plan të mirëfillt se si do ta godasin Iranin, dhe së dyti për të ankuar nëpërmjet 80-90% të gjithë deklaratave të Netanyahut, tashmë nga vetë kryeministët izraelit dhe nga gjithë shefat e shërbimeve, ish shefat e shërbimeve Shin Bet, Shabab dhe Mossad, është një mashtrues i smur, i jashtëzakonshëm, pra gënjeshtar. E keni fjalën për Netanyahu? Për Netanyahu, pra për Netanyahu gjithmonë, i cili erdhi për të ankuar për vazhdimin e rrethimit të Turqisë. Besoj që ka ikur i ankohet kujt për çfarë? Presidentit Trump. Për rrethimin e Turqisë, kush po e bën rrethimin e Turqisë? Besoj që po të kishim kohë do ta elaboronim në detajet më të vogla, për shkak se kjo qasje e mbështetje pa limituar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pa limit ndaj Izraelit, nuk po bën asgjë tjetër, po dëmton rolin e Shtetet e Bashkuara të Amerikës në lindjen e mesme, uljen e besimit ndaj vendeve të gjithësisë, dhe për herë të parë po krijon një aleancë ushtarake midis Iranit dhe Turqisë. Dhe për ta përmbyllur me një fjali, nuk arriti asnjërin nga këto dy objektiva, sepse presidenti Trump nuk ka planet e Izraelit, ka planet e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tashmë i ka dhënë vetëm 2 vitet e fundit $13.4 miliard, 44% e kësaj sasie të paimagjinueshme armatimesh dhe pajisjesh janë tashmë, sipas vetë Pentagonit të publikuara dje, nuk dihet se ku kanë shku. Qartë, kolonel, në Iran ka patur zhvillime në orët e fundit dhe në ditët e fundit. Në fakt, është shpallur gjendja e jashtëzakonshme nga pushteti atje, ka një lloj mpirje, ka një lloj mobilizimi të frikshëm të gjitha lëvizjeve të brendshme, rebele, antiqeveritare, pjesa opozitës së pa kontrolluar nga sistemi, pra. A mendoni se është ky momenti i përshtatshëm që e ndihmon Izraelin të besojë se tani duhet goditur Irani dhe bashkë me amerikanët ta mbyllin këtë dosje, apo mendoni se Irani ka ende fuqi për të bërë rezistencë këtij momenti delikat ku duket qartë që ka një rebelim të frikshëm dhe nga brenda? Jo, unë besoj që kjo nuk është realiste, kjo që sa po thatë ju, do të duhej të ishte realiste, personalisht e mbështes me forcën më të madhe angazhimin serios të Shtetet Bashkuara të Amerikës, me një pjesë të opozitës iraniane, jo vetëm në pra shtetasve iraniano-amerikan në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka një vazhdimsi të mbështetjes dhe interes të shtuar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për regjim qenj, por pra këto janë pralla këto historitë që ka rebelim brenda, ka dobësim, ka se shpallja e gjendjes jashtëzakonshme është fakt. Pa diskutim që po, por në rast se do duhet të ishim realist, ne kemi bërë një pakt
me gjusit tanë Ne që jemi kemi realist, po tjetër. nuk do t'i shërbejmë domethënë propagandës. Dëshira jonë është që regjimi mullahve me Ayatollah Ali Khamenei të largohej një herë për gjithmonë nga Irani, në mënyrë që ai popull i lasht, ai popull aq i zgjuar, inteligjent, nga më inteligjentët në botë, të ndryshonte të ishte një regjim demokratik. Por një pjesë e këtyre masave, pa diskutim që ka lidhje me intensifikimin e operacioneve klandestine në drejtimin e Izraelit, por jo vetëm, në brenda territorit të Iranit, por Irani tashmë është i informuar edhe për shkak të inteligjencës që ka siguruar kohët e fundit pas thyrjes me sulme kibernetike në nivelet më të larta, që nga zyra kryeministit Netanyahu tek Këshilltari i Sigurisë Kombëtare, por deri tek shtabi i përgjithshëm i Izraelit. Izraeli po përgatitet për një sulm dhe pikërisht vizita e Netanyahut në Florida për të marrë një mbështetje amerikane, cilën nuk e mori kësaj radhe, nuk e mori. Tregon që ky sulm edhe mund të shtyhet. Dhe vetë përgjigjja e presidentit Trump, i cili ishte shumë e qartë për çdo analizë sigurie që do të presim, sepse vërtet kemi një rrezik dhe kërcim nga raketat balistike, por Irani ka dëshirë të vazhdojë të bashkëpunojë me ne. Pra mund të ketë një korridor të hapur mes Amerikës dhe Iranit. Korridori i Amerikës me Iranin është gjithmonë i hapur. Nuk ka diskutim që është i hapur. Nuk dua të merrem shumë me këtë pjesë, por mund të ndihmoj miqtan të shumë të cilët kërkojnë dhe janë kurioz për këto detaje. Izraeli si ka bërë llogarit që të rrethojë Turqinë, godasi Iranin, përdor Emiratet e Bashkuara në Yemen, në Sudan, në Somaliland, a nuk i bëjnë llogarit në Tel Aviv që pavarësisht aleancës Iran-Turqi që është komplet e pastër për interesa, edhe Irani e di këtë, edhe turqit e din këtë, a mund ta shtyjnë Iranin të bashkohet me Turqinë apo Turqinë të bashkohet me Iranin kur shohin që kanë një rrezik të përbashkët? Pa diskutim që po. Për herë të parë në këto 35 vitet e fundit, kemi një takim sekret, pavarësisht se janë publikuar, por kur them sekret e kam fjalën për mbajtjen e diskutimeve, për kurset e veprimit në rast të një sulme. Tashmë Kreshnik, Greqia, Izraeli, Libani dhe administrata e Kipros greke, veriore greke, janë të tërbuar nga doktrina që quhet në turqisht Mavi Vatan, domodheu blu, nga fuqia ushtarake, ajrore, detare dhe fuqia toksore. Me dy fjalë, kolonel, çfarë mund t'i thoni njerëzve ç'është ky Mavi Vatan? Vatani blu, adheu blu. Ç'është kjo doktrinë shumë shkurt? Doktrina Mavi Vatan është doktrina për krijimin e kushteve për lirinë e veprimit, për zgjerimin e influencës së Turqisë në detin e Zi, në detin e Gje, në detin Mesdhe, nëpërmjet daljes pra që nga deti Kuq në Oqeanin Indian, pastaj nga deti Mesdhe në Oqeanin Paqësor. Dhe për këtë qëllim janë të tmerruar nga përfaqësimi, nga rritja e dislokimit të forcave turke në Libi, në Somali. Pra nga njëra anë kemi kontrollet e porteve somaleze në detin, në Oqeanin Indian dhe pastaj në pjesën e detit Mesdhe në Libi. Rritja e bashkëpunimit me Pakistanin në portin e Guadarit, ku vetëm muajin e kaluar, pra shtrirja e doktrinës Mavi Vatan, jo vetëm në 3 detet në cilat rrethohet Turqia, por shtrirja e saj në detin Mesdhe, në Libi, në Egjipt, ka kërkuar Erdogani për të blerë një port në Aleksandropoli, gjithashtu portet e Sudanit, tashmë shumë shpejt do të shkojmë edhe në Kenya, deri në portin e Guadarit, pra në Oqeanin, në detin Arabik në Pakistan. Dhe pikërisht aleanca e fundit
e firmosur në Jeruzalem nëpërmjet kryeministit Mitsotakis dhe Anastasiadis, drejtuesit të Qipros Veriore dhe Netanyaut, u firmos në të njëjtën kohë kur Turqia nëpërmjet shefit shtabit përgjithshëm të Libis, komandantit forcave toksore dhe drejtuesit të industrisë ushtarake libiane, që bashkëpunon ngushtë me industrinë ushtarake turke, firmosën në parlamentin kombëtar turk marrëveshjen juridike detare e cila i tmerron ZEE-ja, pra marrëdhënie e zonës ekskluzive ekonomike, lidhja e Turqisë me Libin për kontrollin e rrugëve të detare, për shfrytëzimin e aseteve detare, jo vetëm të gazit të naftës, por edhe të mineraleve tjera që gjenden nën tokë. Dhe pikërisht kjo aleancë dhe aleanca një ditë më mrapa midis Qipros Veriore dhe qeverisë Libanit për të penguar daljen e Turqisë në detin mesdhe në korridorin me shumë depozita nafte dhe gazi bëhen me vetmin qëllim nga strategjia e Netanyaut dhe e Mitsotakisit për ta penguar s'pari implementimin e fuqisë turke në det, zgjerimin e influencës saj, pengimin e lëvizjeve të komunikimit dhe të kontrollit dhe shfrytëzimit të këtyre mineraleve. Shumë shkurt, kolonel. Unë i kam ndjekur ekspertët dhe njohësit e këtyre zhvillimeve, analizat e agjensive, mendojnë që Pakistani është pak larg nga Turqia dhe në qoftë se do të afrohej shumë me Turqinë, Izraeli mund t'i ndezë kufirin me Indin nga ana tjetër. Gjithsesi, kjo është një temë shumë shkurt, kolonel. A do përplaset drejt për drejt Izraeli me Turqinë, apo do rrinë në konfliktet apo në një tension të kontrolluar? Unë besoj që jo, sepse përgjigjja e presidentit Trump ishte gjeni rrugën e bashkëpunimit me Turqinë. Turqia është një aktor shumë i rëndësishëm, të cilin ne të duhet ta kemi në krahun tonë dhe kërkesa jote, i tha dje Netanyaut, për ta larguar nga ekuacioni i lindjes mes me Turqinë është e pamundur. Turqia është atje, është një aktor i rëndësishëm, të cilin ne nuk e nënvlerësojmë dot. Dhe shumë shkurt, absolutisht për këdo që ka një uritë minimale midis marrëdhënieve ndërkombëtare ose bashkëpunimit dhe marrëdhënieve ushtarake midis Pakistanit dhe Turqisë, është edhe më e fortë se sa marrëveshja firmosur për mbrojtjen nukleare që bën sfundmi Arabia Saudite me Pakistanin. Marrëveshja dhe marrëdhëniet e popullit turk me popullin e Pakistanit janë më të forta se kurrë në histori dhe po t'jap një informacion ekskluziv. Nëse Turqia përballet me sulme taktike nukleare në një konflikt të mundshëm nga Izraeli, Pakistani i ka deklaruar armët bërthamore të mia janë armët bërthamore tuat. Kjo është e sigurt 100%. Pra pas ka deterencë. Bërthamore dhe deterenca bërthamore fatmirësisht parandalon konfliktit në pjesën më të madhe të rasteve. Le të vim pak në Ballkan, kolonel. Zhvillimi më i rëndësishëm sigurisht ka qenë rizgjedhja, riafirmimi i zotit Kurti në Kosovë, rizgjedhja e tij me 55 ulëse në parlamentin e Kosovës, fitore referendare, pothuajse. Çfarë ju thot kjo fitore e Kurtit në rrafshin, në pamjen e parë makro për Ballkanin dhe për çështjen shqiptare në rajon? A mund ndërtojmë një paralele ndërmjet zgjedhjeve si zhvillohen në Kosovë dhe si zhvillohen këtu në Shqipëri, ku vendosin kartelet, ku votat numërohen pas 3 javësh, ku vendosin grupet e kokainës, ato që kush është i 4 në listë, kush është i 2 në listë. A mund na japësh një panoramë dhe a ishte fitoria e Albin Kurtit? Unë e bëra një analizë mbrëm dhe mendoj që ishte shumë plak edhe për Tiranën. Mendoni një lloj, kolonel, dhe si e shikoni? Absolutisht fitoren e Albin Kurtit e shoh si një fitore të shqiptarisë, të kombit shqiptar. Absolutisht nuk e shikoj të ndarë në mikro.
një fitore e një partije të Republikës Kosovës, partije shqiptare të Republikës Kosovës. Absolutisht. Ishte një fitore plebishitare, një fitore cila i dha një leksion në mënyrë të veçantë e Bashkimit Evropian, jo vendeve ballkanike, sepse sot demokracia në Kosovë është më e konsoliduar se askund në asnjë vend të Ballkanit Perëndimor. Së dyti, ishte një fitore ndaj kriminalit Vučić, i cili përgjatë gjithë këtyre viteve në bashkëpunim edhe me aktor anti-amerikan, si që janë Federata Ruse, prej cilës ka dhe mbështetjen kryesore në fakt, Kinës, Iranit dhe vendeve tjera antidemokratike, ishte një fitore historike e Albin Kurtit ndaj të gjithë atyre përpjekjeve që nga sulmet terroriste, të grupeve terroriste, tashmë influenca Serbisë dhe grupeve kriminale serbe në veri, për shkake të politikave të ndjekura, sigurisht nga Albin Kurti, që në fakt, pavarësisht se kanë qenë të mira, do të duhet ishin edhe më të mira. Unë jam shumë skeptik për një pjesë të tyre, ne kemi mbështet, edhe ju edhe unë, por do të ishin edhe më të mira, por do të kemi kohë për gjatë këtyre 4 viteve për ta korrigjuar, për t'i treguar se cila do të jenë qasjet, dhe përfundimisht ishte një fitore ndaj Ramadurës për shkak se i tregoj edhe Ramës që lider i shqiptarëve, ai lideri, modeli liderët të shqiptarisë, në thojza, në Ballkan jam unë, jo ti. Dhe ja doli ta përcjell këtë mesazh. Unë besoj që absolutisht, dhe të gjitha deklaratat, përpjekjet e opozitës për ta paraqitur si anti-amerikan, si anti-Bashkimit Evropian, janë qesharake për shkak se në fakt është qasja dhe politika jashtme e Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe e Bashkimit Evropian, e cila ka qenë me objektivin për ta tërheqë Vučićin drejt perëndimit, ka qenë e gabuar, dhe pikërisht për shkak se ata e panë që ai nuk ka ndërmend të zhvendoset nga boshti ruso-kinez, atëherë kemi dy lajme fantastike. Strategjinë e sigurisë kombëtare Kreshnik, të botuar në muajin dhjetor, dhe kemi gjithashtu dhe ligjin për autoritetin e mbrojtjes kombëtare, ku përcaktohet për herë të parë në strategjinë e sigurisë kombëtare amerikane Ballkani Perëndimor, në mënyrë të veçantë Shqipëria, Kosova, Malizi, Bosnja, Maqedonia Veriut dhe Kroacia me Sloveninë si vende të cilat interesi amerikan është i pasfidueshëm, dhe gjitha përpjekjet e Vučićit, Rusisë, Kinës dhe vendeve tjera demokratike për ta dëmtuar këtë qasje do të përballen spari me fuqinë amerikane, pastaj edhe me fuqinë e vendeve përkatëse. Ktu është shumë e rëndësishme, kolonel, të ndalemi pak. Dokumenti thatë e vendos Shqipërinë në trajektoren e perëndimit dhe në anën e kësaj hemisfere pra gjeopolitike. Është një hall i madh i shqiptarëve sot, kolonel, pyetje që bëhet vazhdimisht. A do na shes Amerika, a do na lërë mes 4 rrugëve? A mundet se amerikanët janë cowboys, kolonel, janë pragmatistë, vrapojnë pas interesave. Nesër dalin serbët më të rëndësishëm se shqiptarët. Ju sapo dhat një lajm që thotë se shqiptarët të Bosnja, Kosova, gjithë kjo do të mbeten pjesë. A mundet t'i siguroni, nuk ka siguri të pafundme, ne bëjmë analiza. Ekziston mundësia ta psojmë synimin e që 45 në Jaltë, kolonel, apo duhet të jenë të qetë shqiptarët? Absolutisht jo. E deklaratën e Vučićit është i tërbuar. Po të shikosh dy njerëzit më të shqetësuar, sepse do hikin nga pushteti, janë Vučić dhe Rama. Janë dy vëllezërit, dy miqtë e tyre të ngushtë, sepse të gjitha planet e tyre, të cilat në teori kishin prapavi europiane, në fakt s'kishin prapavi europiane, që nga Ballkani, që nga qasja dhe tentativat e Vučićit për ta tërheq Ramën dhe gjithë vendet e tjera për interesat e tij ekonomike dhe për ta mbizotruar nga ana ekonomike Shqipërinë, dështuan, dhe ai lajm
edhe lajmi për largimin e investimeve amerikane nga Beogradi pasqyron politikën e jashtme amerikane me vizion të qartë drejt këtyre vendeve. Dhe ky tashmë është një dokument zyrtar i cili do japi efekte tmerruse në 3 muajt e para të vitit 2026. Qartë, kolonel, pra nuk ka më ndryshim kufish sipas të njëjtit dokument dhe pas një diskutim, ky është një lajm i mirë për shqiptarët, është një lajm që tregon se ata përveç se duhet të jenë në alertin e gatishmërisë, luftën kundër korrupsionit, kundër krimit etj, duhet të jemi të kujdesshëm për zhvillimet, pa diskutim, por që nuk ka frikë për ndonjë batim të kështu të befasishëm. Të shkojmë pak, kolonel, tek The Washington Times, e cila ju ka cituar. Një media amerikane e rëndësishme për hir të vërtetës ju citon dhe ju flet për narko-shtetin, kolonel. Ju keni luajtur një rol të rëndësishëm për njoftimin e problematikave të Shqipërisë në Senat, në Kongres dhe në institucionet amerikane. Tashmë shkrimi në The Washington Times e vërteton plotësisht këtë. Të vim tek shtëpia jonë, kolonel, që shqiptarët duan të kuptojnë me shumë kujdes në këto orë të fundit të 2025-s, çfarë po ndodh dhe çfarë pritet të ndodh. A mendon, kolonel, se ka ardhur koha për një politikë krejtësisht të re dhe një klasë krejtësisht të re politike në Shqipëri? Pa diskutim që po. Sepse si dhe pse? Vetë situata politike, ekonomike, financiare, sociale, e sigurisë në cilën ndodhen sot shqiptarët është aq shërënd sa që nuk imagjinoni ju. Në vitin 2025, pas 10 milion euro investime në vitin 2020 dhe 2021, me kontrata 10 vjeçare sigurie, në qytetin e Vlorës, sot shqiptarët nuk kanë ujë të shkojnë të lahen të bëjnë dush, apo të pinë ujë, se ujë për të pisë kanë pas kur. Imagjinoje se çfarë korrupsioni nuk po merre me emra oligarkësh dhe biznesmenësh, se janë nëpër media. Po e dinë ata. Por imagjinoje vjedhja, po të rrotullohen, të gjitha vjedhjet rrotullohen me 10 figura, të cilët kanë marrë 10 milion dollar, euro, nga taksat e shqiptarve dhe vetëm janë vjedhur. Imagjinoje, 20-30 milion dollar investim vetëm për ujin, me kontrata 10 vjeçare sigurie, dhe nuk ofron dot as ujë për të pi, ndërkohë që një pjesë e madhe e ujit të Vlorës është lidhur marrëveshja me qeverinë e Melonit. Pra, ky duhet largohet një orë e më parë. Ky dhe gjithë ato butakët, hajdut, që kanë marrë gjithë tenderat e Shqipërisë, duhet largohen një herë e përgjithmonë. Por jo vetëm të largohen, duhet që të përballen me drejtësinë, por jo vetëm të përballen me drejtësinë, por të gjitha setet dhe pasuritë e vjedhura t'i kthehen popullit shqiptar. Qartë, mendoni, kolonel, pa ndërtu pritshmëri të reme, lug bosh, se shqiptarët e shkret po i shpartallojnë në rrena natë për natë. Vlorën ju e paç, e thatë shumë bukur, 9 miliard janë dhënë një oligarku për atë të Vlorës, dhe dalën qytetarët në për televizione, në për media e në për Facebook duke thënë qyteti i Vlorës që votoi këtë qeveri masivisht, po dalin dhe po e bëjnë jashtëqitje në për cepa pallatesh. Disa gazetarë këtu në Tiranë kanë thënë asa mirë ju a kanë bërë. Po kjo është temë tjetër. Po shumë mirë jo kanë bërë. Pa diskutim që jo kanë bërë shumë. Asa mirë tha ju a kanë bërë, tha let ju afusin. Asa mirë ja po jo tha me dhonë. Aq mirë ja u kanë bërë. Jo tha që të shkoni. Do kujtohet një debile që thoshte vetëm në hënë të qojnë, vetëm në hënë të qojnë. Na mbytën patronazhistët Kreshnik. Qartë. Njerëzit pa moral, njerëz që kanë shit gratë, vajzat, fëmijët, që kanë shit shpirtin, që kanë shit kombin.
Por këto njerëz duhet të përballen me këto gjëra që t'i thrasin mendjes. Ka patur kryeministri i përkohshëm i Shqipërisë, kolonel Edi Rama, ka patur sot një intervistë shumë të tensionuar. Mekej kishte intonacion të turbulent, kishte turbulenca në mendime, në fjalime, dhe duket qartë që me të gjithë këshillat që ishin dhënë për ta ruajtur qetësinë deri në fund, përdorte doza të forta ironie, batute, por edhe ato ishin të ngarkuara me shumë tension dhe frikë. Derisa erdhi një moment që e rrëshqiti dhe i doli vetja nga kontrolli, jashtë kufive të regjisë, që i thot atij të bëj shumë kujdes me nervat. Nervat e kanë lënë prej ballukut, prej oligarkëve, akshi, vilat, miliona, dosjet, kartelet, kokaina. Dhe tha, në qoftë se ju flisni, tha, për korrupsion Shqipëri, tha, pse flet një hajvan atje nga Washingtoni, tha, kjo është çmenduri, tha, spektakolare. Ju jeni në Amerikë, kolonel, ndoshta dini në gjë më të mirë. Ky nuk e zbuloi. A di ti kush mund të jetë ky hajvan, apo ata hajvan në Washington, të cilët i bien qaf këtij njeriu që po na çon në Europë, do të na çojë në Europë, ka kaq shumë arritje, i ka lënë ato vlonjatët, më falni për shprehjen, të dhjesin prapa pallateve, dhe të mbushen qypat e qenevëve deri këtu, edhe pse e votun masivisht. Ka bërë gjithë këtë, kolonel. Kush janë këta hajvan në Washington që i bien në qaf këtij dhe akuzojnë për korrupsion? Atëherë, ti e ke thënë disa herë, dhe po ta përforcoj edhe unë, që një pjesë e medjave të kapura, të paguara me paratë e krimit, të grupeve që mshesin Edi Ramën, të krimit organizuar, po përpiqen ta paraqesin presidentin Trump si njeri të çmendur, pa kulturuar, si një budalla që s'di ç'a thot, kupton? Dhe pikërisht kjo është narrativa, të cilën ne me profesionalizëm, me integritet dhe dinjitet e kemi luftuar. Dhe në disa raste e ke cituar edhe ti këtë. Ke merit. Pra ka një përpjekje për ta paraqit leadershipin politik amerikan si një leadership që është kundra Bashkimit Evropian për të vetëm. Dhe pikërisht është i tmerruar sepse shërbimet inteligjente amerikane, të cilat janë elita e shërbimeve të gjithë botës, kanë informacion për gjithë botën, tashmë informacionet, lidhjet e krimit për të qeverisë Rama, të ministrave, të Belinda Ballukut, të shërbëtorëve të saj që i ka futur në qeveri, për cilët besoj se do flasim edhe pak më mrapa, janë të dokumentuara, të dekriptuara nga të gjithë shërbimet inteligjente policore, të brendshme dhe të jashtme dhe ushtarake në të gjitha vendet euroatlantike, dhe këmbana e alarmit dhe tmerri i tij është ardhja e tij në fillim të vitit 2026 në Amerikë për të përballë me të gjitha këto dosje. Besoj fundi i janarit ka një vizitë në Amerikë për të përballë, ju e keni thënë, kolonel, mund t'ja themi edhe shqiptarëve sot, do të shkoj të përballet. Intervistën e CNN-it, kolonel, mezi e mbajti ky kur tha, atëherë ja kërkonte Sorosi që të thonte Trumpi është e keqja më e madhe e njerëzimit, është rreziku më i madh i njerëzimit, dhe bëri deklaratën në CNN. Ta bëj dikush këtë, ta bëj unë, ta bëni ju, ta bëj një gazetar, një investigues, okay, mund të thuash që Trumpi nuk punon mirë, është i keq, nuk punon kundër Amerikës, pro Amerikës, kjo është punë e gazetarëve. Të vi kryeministri i një vendi që presupozohet është aleat strategjik me specifika marrëdhëniesh këtu në Ballkan, siç janë shqiptarët, serbët dhe ndërhyrja e NATO-s Amerikës në konfliktin me Serbinë. Këtë mezi e ka përdiu nga CNN-i. Tashmë del dhe thot, hajvani i Washingtonit thot, flet për korrupsion. I referohet presidentit Trump. I referohet Trumpit. Edhe unë fakt e kuptova këtë.
Po doja... Ai dhe mediat e tij në çdo moment Mhm. nuk kemi parë kur një luftë, një qasje anti-amerikane si qasja e këtyre 2 viteve të fundit, por në mënyrë të veçantë që nga koha kur në Qartë. Unë e kuptova, kolonel, që ai e ka për presidentin Trump si një njohës i psikologjisë dhe i analeve të body language-it, të këtyre të psikozave, të psikikave, të këtyre prapaskenave të human mind, të mendjes njerëzore. Ju i njihni edhe këto kulisa. Si çfarë do të thotë që ky të pres edhe fitilin e fundit, i është mbytur barka dhe po shpërthen, apo i kanë thënë bjeri Trumpit se na kene nga pas dikush këne nga Europa. Po, atëherë, kjo ka një spjegim krejt natyrshëm, që është stresi i madh me cilën përballen zyrtarët qeveritarë kreshnik, dhe stresi i madh i jashtëzakonshëm i shkeljeve, i vjedhjeve, i përballjes së krimeve të familjarëve të tyre, pra i mbështetjes familjarëve të tyre dhe i përballjes tyre me organet e drejtësisë, i bën të konsumojnë përveç këtyre shisheve 33.000 euroshe dhe kënaqësive tjera personale, edhe të konsumojnë substanca tjera, cilat pa diskutim që reflektohen edhe në paraqitjen ose në psikoanalizën gjatë momenteve kur lider të caktuar japin intervista televizive. Dhe është krejtësisht e lexueshme situata e tyre dramatike, psikologjike në të cilën ndodhen, dhe pikërisht janë gjitha këto të cilat së bashku të cilat të gjitha së bashku shfaqen përpara teleshikuesve, për ata sigurisht për ata që kanë mend kokë, jo për patronazhistët, të cilët brorasin partien verë jemi gati kurdoherë për Ramadurën dhe për gjithë Ramadurët e tjera. Sa i përket shpëtimit, nuk ka më shpëtim, sepse vija e kuqe e këtij personi ka kaluar. Ky nuk e ka më tashmë luftën vetëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ky e ka luftën edhe me mbështetësin e tij të madh me Erdoganin, pavarësisht se është përpjekur të futet tek fustani i Mitsotakisit. Aty po të vi, kolonel. Edhe i Netanyahut dhe i Anastasiadesit. Pra, kjo është një pikë shumë e rëndësishme që shqiptarët duhet ta dinë, dhe ju sapo ndërtuat një furtunë të madhe që duhet ta kuptojmë mirë këtë. E keni parë, edhe ju i keni denoncuar, kemi folur këtu në këtë kanal për Belinda Ballukun, sekuestrimet e celularëve të 34 personave të lidhur me tenderat e Unazës, po goditet Pirovëngu si ushtari i Belindës, gjithashtu të vim ke kjo pyetje apo te kjo qasje që sapo ngritet, kolonel. Shërbimet sekrete turke, mos ndoshta pa dashje, ju po më thoni që mund të kenë ndonjë ndikim, si dolën tani të gjitha këto informacionet e Belindës, të Akshit, të Ministrisë Mbrojtjes, Vëngu dhe futja e Ramës, siç e tha, tek fustani i Mitsotakisit, Netanyahus. Mos këta turqit që bëjnë sikur janë miq me këtë, apo ky që bën sikur është miq me ta, kanë ndonjë dorë më të madhe këtu? Pa diskutim që ka një dorë më të madhe, po unë do t'i përmbahem atij rregulli që kam, që nuk futem tek informacionet e klasifikuara. Unë bëj pyetje, ju përgjigjen. Po përsëri, unë një gjë do ta them, kreshtik, për respekt ndaj gjithë këtyre mira teleshikuesve që kemi. Informacionet e mia Ramës i është kërkuar që në qeverinë Rama 4 të mos fusi njerëz të cilët veprojnë për interes të Greqisë në qeverisjen e Shqipërisë. Dhe pa diskutim që këtu kemi 3. Unë po përmend 2. Belinda Ballukun dhe Piero Vëngun. Dhe kemi parë që në mënyrë të pa precedent
një nga aleatët kryesor të Shqipërisë mas Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Turqia, e cila na ka ndihmuar pafundësisht, paktën në fushën e mbrojtjes. Turqit i kanë kërkuar mos ja lini Ministrinë e Mbrojtësve grekes. Absolutisht ja kanë kërkuar jo këtë individ, i cili edhe ka drejthije të mëdha në periudhën kur ka qenë drejtori i portit të Durrësit. Ju e dini që porti i Durrësit është porta e shpërndarjes kokainës në të gjithë Bashkimin Evropian. Është kjo historia radar. Është ky porti i Durrësit. Është kjo mbështetje e Belinda Ballukut që ka fut këtë individ, i cili nuk ka asnjë lloj kontributi në Shqipëri që të bëhesh ministri i mbrojtjes kombëtare të Shqipërisë, apo ministri i mbrojtjes. Do të ishte mirë ta qunin Ministria e Mbrojtjes Kombëtare. Po këtu s'ka kombëtar, këtu janë gjithë antikombëtar. Këto që drejtojnë sot janë gjithë antikombëtar. Po duhet kishte njerëz me kontribute akademike, politike, ushtarake, me radhë. Por nuk është ky rasti i Edi Ramës, sepse Edi Rama vepron në interes të agjendave. Dhe pikërisht shërbimi mit dhe shërbimet amerikane janë bërë bashkë dhe do vazhdojnë të demaskojnë të gjithë lidhjet e këtyre hajdutëve të qeverisë në të gjithë veprimtarinë e tyre, edhe të kaluar, po edhe gjatë këtyre viteve. Dhe nuk është e rastësishme që po goditet Belinda dhe shumë shpejt do të dëgjoni goditjen edhe të gjithë njerëzve të tjerë që ka mbështet Belinda Balluku. Kolonel, ju sapo çorrët dhe sapo grisët publikisht një mask të tmerrshme me këtë që sapo thatë, sepse ju e bët të qartë të skemën, i kanë kërkuar mos e lë Ministrinë e Mbrojtjes në dorë të tyre. Ky tashmë bëri edhe një teatr të fundit me i solli këto tubat e shplarjes së qeneve të Vlorës, i solla tha nga Turqia se këtu nuk i kanë qef turqit. Prandaj, pra po bënte një kundër telenovel turke me Sinan Idrizin e Air Albanias dhe me Turkish Airlines kanë përru tubat nga Turqia për të shpla qenefet e blokuar të Vlorës. Duke qartë pra që po bën një kundër telenovel, ndryshe nga që ka loja, loja që ka komplet ndryshe dhe mrapsh. Gjithsesi, duke e parë këtë situatë, të shkojmë pak urgjentisht, po përpiqu të jesh sa më telegrafik, kolonel, që se edhe ato pyetje që i kemi, është fund viti, ju do të largoheni, unë do të largohem, ti dinë shqiptarët. Që janë këto përgjimet? Kush është ky Agazi që kontrollon gjithë policinë e shtetit? Përgjimet me shefen e shishit, çfarë gatuhet këtu brenda, lidhjet me krimin e organizuar, etj. Çfarë shihni këtu, kolonel? Se si duhet të reagojnë shqiptarët? Është e tmerrshme kjo. Se si duhet të reagojnë shqiptarët e kemi thënë, por ajo që unë nuk arrit kuptoj, në filmimet të cilët janë kap në kompjutrat e tyre, janë edhe disa filmime të drejtueses së Vlora Hyseni. Drejtueses së Shërbimit Informativ Kombëtar. Te kompjuteri i Agazit. Te kompjuteri i Agazit në video tek bodrumet, po themi bodrumet e verës, le themi, bodrumet e kënaqësisë të shfrytëzimit kohës lirë, të cilët do të bëhen publike gjatë muajit janar për shqiptarët. Përgjime argëtimi. Një pyetje e madhe, si ka mundësi që drejtori i përgjithshëm, 70% e drejtuesve të policisë së Shqipërisë, ish ministri i kaluar, shefi i shërbimit inteligjent, të gjithë ndajnë kënaqësi me zotrin apo me individin në fjalë. Pra, vërtetohet që e gjithë kupola e Edi Ramës, si që tregojnë zgjedhjet, si që tregojnë arrestimet e shtetit, si që tregojnë veprimtarit e korrupsionit të grupeve dhe lidhjes grupeve kriminale me gjithë përfaqësuesit e tyre në parlament dhe ministrat dhe ish-ministrat, me gllabërimin e gjithë jugut Shqipërisë, investimin e parave, e miliardave eurove të parave të krimit nën urdhat e Edi Ramës për gjithë kryetarët e bashkive, të gjitha këto
janë një mësim të cilin shqiptarët, edhe ato të shkolluar, edhe ato të pashkolluar, edhe ato me parti, edhe ato pa parti, do t'i thrasin mendjes, të zbresin shesh, të blokojnë sheshin, edhe të kërkojnë largimin e qeverisë dhe krijimin e një klase të re politike në Shqipëri. Falenderoj kolonel, por nuk mund ta mbyll pa shkuar dhe tek një detaj tjetër. Unë nuk do merrem me zhvillimet në Partinë Demokratike, kam konflikt interesi, jam parti politike, rival, drejtoj një formacion politik, por në kuadër të hulumtimit të lojës, çfarë po ndodh tek Partia Demokratike, po shoh lëvizjet e Salianit, po shkon gjithë Shqipërinë, madje shoh që njerëz që rishin pranë PD-s, pranë Berishës, pranë këtyre, kanë filluar me i rekrutu dhe po dalin, po mbështesin Salianin. Mua nuk më intereson kolonel se çfarë ndodh me PD-n hiç fare, sepse unë e kam qëndrimin të qartë ndaj gjithë llumit 34 vjeçar. Por mua më duhet ta mbroj opozitën, jo Berishën siç thon patronazhistët poshtë, as PD-n, sepse kapja e opozitës nga lojtarët e regjimit dhe të sistemit, mua më shtyn lojën edhe 40 vjet tjera. Berisha është 81 vjeç. Ardha Salianit nga burgu ke spitali privat në politikë si hero. Kolonel, çfarë po bën ky Saliani? Kush është ky? Ti njeh këto kulisat e PD-s më mirë se unë. Unë nuk i njoh, unë i njoh në distancë. Absolutisht si një djegës. Absolutisht si një djegës dhe si një mbështetës. Unë kam qenë, ju dini, gjithmonë një mbështetës i vazhdueshëm me Partisë Demokratike. Ajo që po ndodh sot Partinë Demokratike, por ndryshe nga ç'thon patronazhistët, nuk jeni berishist. Ju keni qenë i PD-s, patjetër. Por nuk jeni asnjë lëpirës i tyre, asnjë mbështetës i tyre, asnjë patronazhist, keni pat integritetin tuaj dhe kjo është arsye pse jemi bashkë në këtë dritarë. Kjo është përgjigje për patronazhistët që janë me shumicë. Kjo është dritare kombëtare, kjo është akademi gjeopolitike, kjo është akademi gjeoekonomike dhe gjeostrategjike, e cila i shërben vetëm interesit kombëtar. Në aq sa kemi ne mundësi, aq sa kemi ne kulturë, dije, vizion dhe aftësi akademike për t'ja u tregu. Ajo që vlen theksohet për ne, Kreshnik, është se ne jemi të sinqert 100%. Nuk i duhet kolonel, nuk i hyn punë kërkujt sinqeritetin. Atë për t'ju rikthy pyetjes. Lëvizja Salianit, po bën Saliani dhe çfarë kërkon? Të nderuar ndjekës, lëvizja e Salianit është pa diskutim një lëvizje e financuar nga Edi Rama për të rrezu Berishën apo për të rrezu PD? Me objektiv të qartë për ta coptuar Partinë Demokratike. Dhe më lejo të sjell në vëmendjen tuaj takimin e fundit në Shkodër, ku një pjesë e madhe e këtyre njerëzve të cilët dolën dhe folën, përfshi dhe një patronazhist këtu nga Michigani, të cilën e njoh se e ka mik familjar, që hiqet miq familjar edhe patronazhist apo i mban miq për hatër të kombit. Në Amerikë këtu në Amerikë ne kemi i cili gënjeu është bërë viral, gënjeu dhe them demokrat dhe familje cilën e ka luftuar, është patronazhist, e gjen gjithmonë në kratë Edi Ramës, në takimet e New Yorkut, të Taulant Ballës, të Bennett Becit, të gjithë tyre, pra nuk janë. Pra, për ta argumentuar nuk po e përmend emrin se e kam mik, por të gjithë ata që mbështesin Salianin janë të sponsorizuar nga Edi Rama, nga mediat sociale, sepse siç e kemi thënë vetë ju, asnjë njeri që mbështet opozitën apo opozitën e mirëfillt, pra të përfaqësoj popullin opozitar, popullin e vjedhur nuk ka hapësirë mediatike në mediat e sponsorizuara ose të financuara në mënyrë të fshehtë nga një pjesë e madhe e burimeve serbe, të cilat i shërbin vetëm Edi Ramës dhe qëndrimit tij në pushtet. Më bëre xheloz kolonel, kisha dhe unë disa miq patronazhist, por kanë kohë që s'më flasin më fare, edhe unë ashtu sikur ju i mbaja për hatër të kombit, se na bashkon kombi, por tani kanë prerë të gjitha fijet se thanë. I kanë prerë edhe unë i kam prerë, unë thash mik. Thanë,
je duke gjuajtur fort, tha ka ai kanali jot, tha shumë fort, po gjun, tha ne dim, po na bashko kombi, do ruajmë fije, po tani tha ti e ke qelë fare muhabetin se ke hap gjitha letrat. Kolonel, unë të falenderoj, ju jam shumë mirë njohës për kohën nga zemra, në emër të gjithë atyre të cilët nuk kanë mundësi të jenë në vendin tim, por që po na ndjekin, edhe unë ju uroj ju, familjes tuaj, gjithë dashurve tuaj, gëzuar 2026-ën, paçi një vit mbar familjarisht, qofsh i nderuar kështu siç je, i shtoftë Zoti njerëzit si ju, të gjithë bashk, modestisht t'japim të vëmë një tull të vogël në këtë mur kilometrik të hallëve të mëdha të Shqipërisë dhe të kombit. 1000 falënderime, kolonel. Gëzuar edhe ju gjithashtu familjes tuaj dhe gjithë ndjekësve tanë. Faleminderit, gëzuar për shumë vjet dashur shqiptar, paçi një vit të mbar, të begat, të mbushur me lumturi, me arritje, me suksese. E rujt Zoti Shqipërinë tonë nga duart e liga, nga duart e hasmit, ashtu siç e ka ruajt vazhdimisht. Shqipëria e shqiptarëve, vdekje tradhtarëve, natë në mirë për sonte, do të shihemi shpejt. Nuk pyesim për vit ri as për vit tjetër. Do të jemi aty minutë pas minute për të parë gjithçka po ndodh. Për ju, për ne, për Shqipërinë tonë.